Angelo Haruni ka mbyllur zyrtarisht kapitullin e tij në Big Brother VIP Albania 5, duke u larguar nga shtëpia të shtunë mes emocioneve, reflektimeve dhe shumë pikë pyetjeve që publiku kishte krijuar rreth tij gjatë qëndrimit në lojë. Ndonse nuk ishte ndër personazhet më konfliktual të këtij edicioni, Angelo arriti të tërheqë vëmendje me qetësinë, mënyrën e komunikimit dhe sidomos me anën e tij të rezervuar në raport me romancat, një element që zakonisht bëhet motori i fortë i reality show. Pas daljes, ai ishte i ftuar në fan club, ku foli gjëra gjatë për eksperiencën e tij, për mënyrën si e përjetoi izolimin, marrëdhëniet me banorët dhe jetën e tij sentimentale jashtë shtëpisë, duke dhënë një nga rrëfimet më personale që ka bërë deri tani. Një eksperiencë që e ndryshoi. Angelo e përshkroi qëndrimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri si një sfidë të fortë psikologjike, por edhe si një mundësi për të njohur më shumë me veten. Sipas tij, izolimi, mungesa e kontakteve me familjen dhe presioni i kamerave 24 orë në ditë detyruan të përballej me emocione që jashtë, në jetën e përditshme, shpesh anashkalohen. Ai tha se në disa momente ka zgjedhur të tërhiqet dhe të mos përfshihet në debate të ashpra. Jo sepse nuk kishte mendim, por sepse nuk donte që loja ta nxirrte nga natyra e tij. Kam dashur të jem vetja, edhe kur kjo nuk është gjithmonë strategjia më e fortë për të qëndruar gjatë në një format si ky, la të kuptohej ai. Pse nuk pati një romancë brenda shtëpisë? Një nga temat që u prek menjëherë në studio ishte pikërisht mungesa e një lidhje romantike të Angelos brenda shtëpisë. Diçka që publiku e kishte vënë re dhe e kishte komentuar shpesh në rrjet. Ai foli hapur, pa drama dhe pa aludime, duke thënë se situata reale brenda shtëpisë nuk ishte aq e lirë sa mund të dukej nga jashtë. Në fillim, për të qenë të drejtë, pothuajse të gjitha vajzat ishin të zëna, u shpreh ai. Sipas Angelos, kjo e vendosi menjëherë një kufi moral për të, duke mos dashur të ndërhynte në dinamika që mund të krijonin situata të pakëndshme. Ai përmendi edhe rastin e Selinës, një nga banorët që publiku e kishte parë shpesh pranë tij në biseda. Edhe ato që dukeshin të pazëna, realisht nuk ishin aq të lira. Selin ishte me mirin në kreva dhe nuk guxoje t'i afroheshe. Jo më të bëje një bisedë më të afërt, tha ai, duke treguar se brenda shtëpisë ekzistojnë balanca të brishta, që jo gjithmonë duken qartë në ekran. Megjithatë, ai la të kuptohet se fundi i eksperiencës mund të kishte sjellë një tjetër rrjedh. Nga fundi mendoj që mund të kishte diçka, u shpreh ai me një buzëqeshje të lehtë, pa dhënë emra apo situata konkrete, por duke lënë hapësirë për interpretim. Një histori e rëndësishme jashtë, Neada Muçaj. Pjesa më e ndjerë e intervistës ishte kur biseda kaloi te jeta e tij jashtë shtëpisë dhe konkretisht te marrëdhënia e tij e kaluar me prezantuesen e njohur shqiptare Neada Muçaj. Angelo konfirmoi publikisht se kanë pasur një lidhje serioze, që ka zgjatur gati 3 vite. Një lidhje gati 3 vjeçare nuk hidhet dot poshtë në asnjë moment, tha ai me bindje. Ai foli për Neada me respekt të madh, duke e përshkruar si një person që ka ndikuar fort në jetën dhe formimin e tij emocional. Kur një njeri bëhet pjesë e jotja për aq kohë, ai nxjerr vazhdimisht anët më të mira të tua. Një njeri i tillë qëndron me ty gjithë jetën. Qëndron në zemër gjithë jetën, u shpreh Angelo, në një nga momentet më të qeta dhe më të sinqerta të intervistës. A ka ende ndjenja? Kur u pyet nëse ka mundësi për një rikthim apo nëse historia mes tyre është mbyllur përfundimisht, Angelo nuk dha një përgjigje përfundimtare. Ai u tregua i kujdesshëm, por emocionalisht i hapur. Nëse ka diçka më tutje, këtë nuk di ta them në këtë moment, por më ndikon akoma. Kaq mund të them, tha ai, duke lënë të kuptohet se ndjenjat nuk janë zhdukur plotësisht, edhe pse koha dhe distanca kanë bërë të vetën. Ai zbuloi gjithashtu se prej rreth një viti nuk kanë pasur asnjë komunikim. Po bëhet një kohë shumë e gjatë, një vit pa asnjë komunikim. Kështu që është e vështirë të flasësh tani, shtoi ai, duke reflektuar një ndarje që duket se ka lënë gjurmë. Mesazhi i tij për Neadën. Në fund, Angelo dërgoi edhe një mesazh të drejtë për të. Një mesazh i thjeshtë, por me shumë ndjenjë. Është Neada. Nëse do t'i thoja diçka, shfaq vetëm anën më të mirë të vetes tënde. Kthehu njeri pozitiv dhe i lumtur që ishte, siç diti të bësh. Fjalët e tij u pritën me vëmendje të madhe nga publiku, pasi treguan një anë më të ndjeshme të një personazhi që brenda shtëpisë shpesh zgjodhi të mos e ekspozonte plotësisht botën e tij emocionale. Një rrëfim për te lojës. Dalja Angelos dhe intervista e tij treguan se Big Brother VIP nuk është vetëm një lojë strategjish, aleancash dhe përplasjesh, por edhe një hapësirë ku dalin në pa histori reale, lidhje të së kaluarës dhe ndjenja që ndonjëherë nuk janë mbyllur kur plotësisht.
Rrëfimi I tij për Neadën, rezervimi për romancat brenda shtëpisë dhe reflektimi për veten e tij e vendosin Angelon në profilin e atyre ish banorëve që mund të mos kenë krijuar shumë show, por kanë lënë një histori njerëzore pas dhe shpesh pikërisht këto histori janë ato që mbeten më gjatë në mendjen e publikut. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.